Mirë se erdhët të dashur Gafore në Letra Trofejnë. Jam Diana, për ata që nuk e din, dhe të bëjmë leximin për javën që vjen. Gafore, këtu kemi një lexim që në pamje të parë duket shumë pozitiv. Kemi botën, 4 të shkopive, dielli, 7 të shpatës, dhe mes kemi 5 të shkopive dhe pikërisht aty është pjesa që duhet parë me kujdes. Pra, nuk është një javë gjithçka perfekte, që është perfekte, përkundrazi diçka mund të përfundoj shumë mirë, por jo pa një prapasken, konkurrence, mosmarrveshje ose dikë që nuk po i thot të gjitha. Në punë dhe ekonomi mund të kemi përfundime një çështje dhe pastaj një mundësi për të zgjeruar diçka më tej. Në dashuri kemi letra shumë të forta për çift, takim, afrim dhe plane për të ardhmen, por 7 të shpatës më ndalon që të quaj këtë histori të pastër pa parë çfarë fshihet aty. Fillojmë me botën. Këtë javë hapin këtë javë hapin me një përfundim të një cikli. Është bota. Diçka që ka zgjatur mund të arrijë më në fund në një pikë ku thoni, mirë, kjo u bë, mbaroi, u kry. Nëse marrim këtë letër për punë, ekonomi mund të jetë përfundimi i një projekti, një procesi, dokumentacioni, aplikimi ose një çështje që ka kaluar nëpër disa etapa. Mund të merrni përgjigjen për cilën keni pritur, mund të dorëzoni diçka, mund të arrini një objektiv. Për disa mund të lidhet edhe me jashtë vendit, internetin, një kompani tjetër, udhëtim ose punë në distancë. Dhe nuk e shoh si përfundim bosh, sepse në fund kemi 3 të shkopive. Pra ajo që mbaron këtu mund t'ju hap një horizont tjetër. Nëse marrim këtë letër për dashuri të dashur Gafor, bota mund të tregojë se një histori arrin në një pikë vendimtare. Për çiftet mund të jetë kalimi në një fazë tjetër të marrëdhënies. Për dikë që ka qenë në një marrëdhënie të paqartë, mund të vi momenti ku duhet të kuptohet çfarë jemi dhe ku po shkojmë. Për beqaret mund të tregojë edhe mbylljen e një historie të vjetër. Por pastaj vjen 7 të shpatës. 7 të shpatës. Kjo është letra që më bën të them, mos e merrni çdo gjë që dëgjoni si fakt të kryer. Në punë, nëse ka të bëjë kjo, mund të ketë dikë që vepron më shumë për interesin e vet. Një koleg mund të mos ndajë gjithë informacionin. Dikush mund të përpiqet të marrë merita. Mund të ketë një premtim që tingëllon më mirë se sa është në të vërtetë. Ose mund t'ju kërkojë të pranoni diçka pa ju shpjeguar të gjitha kushtet. Nëse bëhet fjalë për para të dashur Gafor, kontrolloni dokumentet, faturat, pagesat dhe marrëveshjet. Jo sepse patjetër dikush do t'ju mashtrojë, por sepse kjo letër thotë se ka një detaj që mund të mos jetë në tavolinë. Në dashuri, nëse marrim këtë letër, këtu bëhet më interesant. 7 të shpatës mund të tregojë një person që nuk po thot gjithçka. Shpasi ka hequr shpata dhe janë në dyshemet për mos të dukur se janë të tijat. Mund të fsheh ndjenja, mund të shmang një bisedë, mund të bajnë kontakt me dikë pa thënë, mund të premtoj diçka por sjellja e tij tregon diçka tjetër. Dhe jo, nuk do të shpallim tradhtar vetëm se na doli 7 të shkopive, të shpatës. Por nëse ju tashmë keni arsye për të dyshuar, kjo letër i thotë që pyetja nuk duhet futur përsëri në tapet. Sepse sidomos pas kemi 4 të shkopive. Ja, ku është 4 shkopive? Kjo është një letër shumë e mirë për stabilitet, shtëpinë, familjen dhe një rezultat që mund të festohet. Nëse marrim për punë të dashur Gafor, mund të ketë lajme të mira pas një periudhe pasigurie, mund të konfirmohet një vend pune, mund të nënshkruhet diçka, mund të përfundoni një projekt dhe të merrni rezultat të mirë. Për disa mund të ketë aktivitet, event, takim profesional ose diçka ku mblidhen njerëzit.
Në ekonomi mund të lidhet edhe me shtëpinë, blerje, shpenzime për shtëpinë, pronë, vendosje ose një vendim familjar financiar të dashugafor. Nëse shikojmë për dashuri, kjo është letër shumë e fortë. Mund të ketë takim familjar, prezantim me familjen, fejesë, bashkëjetesë, plan për shtëpi, dasmë, ose një marrëdhënie që fillon të marrë formë më serioze. Dhe këtu dua të kthehem tek 7 të shpatës, se ishte afër saj. Nëse marrëdhënia është e shëndetshme, ajo mund të ecë drejt stabilitetit. Por nëse ka diçka të fshehur, para sa të bëhet planin e bukur, duhet sqaruar ajo pjesë dhe të sqarohet. Sepse 4 të shkopive kërkon themel të mirë, jo dekor të bukur mbi një problem. Pra, është 4 të shkopive tregojnë 4 shtyllat, 4 themelet e diçkaje të fortë, jo me ashtu gjëra të fshehura. Këto gjërat bëhen shumë të qarta, është dielli të dashugafor. Dielli është një nga letrat më të mira që mund të kishim pas 7 të shpatës, sepse ajo që ishte e paqartë po del në dritë. Duket si në ditën e diellit, gjërat I themi. Pra, në punë, nëse ka të bëj, mund të merrni konfirmim, sukses, vlerësim, ose një rezultat që ju favorizon të dashugafor. Nëse keni konkuruar për diçka, kjo letër ju vendos në pozitë të mirë. Në ekonomi mund të ketë përmirësim, ose të paktën një situatë bëhet më e qartë, e dini çfarë hyn, çfarë del dhe çfarë mund të bëni apo të prisni më tej. Por mos harroni, 5 shkopive që kam këtu vjen pas. Pra, rezultati mund të jetë I mirë, por mund të ketë konkurrencë rreth saj. Në dashuri, dielli është shumë e bukur, ka frymë, ka hapje, ka bisedë të sinqertë, ka takime ku ndiheni mirë, dikush mund të tregojë qartë interesin, marrëdhënia mund të ketë një periudhë më të mirë, pas një tensioni. Dhe nëse 7 të shpatës tregonte diçka të fshehur, dielli e nxjerr në pa. E mira këtu është se nuk mbeteni duke hamendsuar gjatë të dashugafor. Diçka po bëhet e dukshme. Por, dhe pikërisht këtu, kur menduam se I rregulluam të gjitha vijnë 5 veta me nga një mendim secili. 5 të shkopive është konkurrencë, përplasje mendimesh, tension I vogël, ose shumë njerëz që duan të kenë fjalën e fundit. Në punë mund të ketë konkurrencë për një pozicion, klient, projekt ose mundësi të dashugafor. Mund të keni kolegë që nuk bien dakord, mund të ketë diskutime për mënyrën se si duhet bërë diçka, dhe këtu dielli më thotë se ju mund të dilni mirë, por 5 të shkopive thotë që nuk jeni të vetmit që e duan atë rezultat. Dhe ajo mund të jetë. Nëse kërkoni punë, mund të ketë disa kandidat. Nëse keni biznes, mund të ketë konkurrencë. Nëse kërkoni rritje pagë ose rol tjetër, mund të duhet të argumentoni pse ju takon ju ai pozicion. Nëse marrim dashuri, kjo mund të jetë debat, jo domosdoshmërisht ndarje. Mund të jetë xhelozi, mund të jetë ndërhyrje familjes, mund të jetë njerëz të tjerë që japin mendime, ose 2 persona që duan njëri tjetrin, po secili kërkon ta bëjë tjetrin ta pranojë versionin e vet. Edhe në atë kuptim. Dhe nëse 7 të shpatës tregon person të tretë apo diçka të fshehur, 5 të shkopive mund të tregoj konfrontimin që vjen pasi të zbulohet. Po pra, ai debati. Por leximin nuk përfundon me konflikt të dashugafor, përfundon me 3 të shkopive. Kjo letër thot se pas gjithë asaj që ndodh gjatë javës gafor, filloni të shikoni më larg. Në punë ose në ekonomi, nëse e shikojmë këtë letër, mund të ketë zgjerim, mund të kërkoni mundësi tjetër, mund të nisni bashkëpunimin me dikë larg, mund të ketë udhtim pune, mund të lidhni me kompani ose klient jashtë vendit, mund të planifikoni hapjen tjetër pasi një projekt përfundoi me botën. Sepse është kjo letra fundit. Dhe këtu kemi një lidhje shumë të bukur. Bota në fillim, 3 të shkopive në fund. Pra, një kapitull që përfundon dhe me njëherë fillon të mendoni se çfarë vjen pas. Nuk mbeteni pa drejtim. Për çifte,
Nëse marrim zhvendosje, shtëpi, plana afatgjata ose vendim se ku po shkon marrëdhënia. Për marrëdhënie në distancë, kjo letër është shumë konkrete, mund të flitet për takim ose udhtim. Për beqaret mund të tregojë që pas një historie të mbyllur, bota dhe ju filloni të shihni mundësi të tjera dhe nuk rrini më të lidhur vetëm me atë që ishte, të dashur gafor. Nëse përmbledhim të 6 letrat, si t'i lidhim, gafor, në punë dhe ekonomi, java mund të nisë me përfundimin ose rezultatin e një çështje që ka zgjatur. Por 7 të shpatës ju kërkon të kontrolloni mirë çfarë po ndodh pas skenës, dokumente, premtime, njerëz dhe kush po bën çfarë. Pastaj, 4 të shkopive, dielli, janë shumë të mira për rezultatet, konfirmimin dhe stabilitetin. 5 të shkopive tregon se mund të ketë konkurrencë ose debat rreth këtij rezultati, por 3 të shkopive në fund ju çon më tej. Për disa mund të hapet një mundësi me jashtë udhtim, mundësi me klient të rinj ose projekt më i madh. Në dashuri, nëse marrim, këtu kemi një histori që mund të bëhet serioze. Bota, 4 të shkopive, dielli janë shumë të forta për një marrëdhënie që arrin një etapë të rëndësishme, takim, bashkim familje, bashkëjetesë, fejesë ose plane konkrete. Por 7 të shpatës nuk më lejon fort ta zbukuroj. Nëse ka diçka që nuk është thënë, ajo duhet të dalë, ose nga ana juaj, ose nga ana e personit. 5 të shkopive mund të sjellë diskutim që pason, por 3 të shkopive tregon se pas ti bëhet më i qartë nëse të dy po shikonin në të njëjtin drejtim. Pra, për gaforin, kjo javë nuk është vetëm e mirë apo e keqe, është një javë ku një situatë arrin në pikën ku nuk mund të mbahet më e paqartë. Pasi të sqarohet ajo, pjesa e paqartësisë e ardhmja duket shumë më konkrete dhe më e bukur.